varën nga fuqia e votës. Sigurisht që nuk është e kollajshme sepse ne nuk kemi sistem të drejt për drejt të zgjedhjes së presidentit, që këta ngërçet politike kanë vërtetuar që është mirë ta kemi me zgjedhje drejt për drejt, por sigurisht kjo është pak për me mobilizu antarësinë ajo bëhet, domethënë, sepse prapë ne pas zgjedhjeve do ta kemi pastaj çështjen e uljes në tavolinë negociatave, do të kemi president politik, a do të kemi president konsensual, që pastaj varet domethënë me ka partia fituese do të pranon të ulet diskuton. Domethënë që deri kur vjen në radha për me fol për president, domethënë shumë me ujë ka me kalu, por unë mendoj që ata kanë dashur ta krijojnë një lloj sinergjie për fushat elektorale që në shikim para s'ka të keqe, por nuk është ndonjë garant që mund të jetësohet. Madje edhe sikur LDK të dilte e para, po supozoj, prap nuk është e mundur të bën sepse kur vjen puna te presidenti janë 2/3 ose 80 vota dhe kjo automatikisht e kërkon një pëlqim nga partitë tjera që janë në radhë dhe në momentin kur ti thu patjetër që do bëhet ky, tash varet mund të marrësh votat e partisë tjera. Domethënë sistemi jon politik. A shkeni një sinjal se LDK-ja pas ka dashur edhe gjatë kësaj kohe Osmanin për presidente? Po këto janë më shumë kalkulime politike, po në fundit nuk është ndonjë enigmë. Lumir Abdigjiku ka qenë personi që e ka votu Vjosa Osmanin para 5 viteve dhe kështu, si thusha, ka qenë një farë sekreti i qarshis që Lumiri është më afër me Vjosën se sa me një pjesë njerëzve LDK, për shembull me Abdullah Hotin ose me të tjerë. Dhe kjo lëvizje, si cila parti provon të bëjë lëvizje që mendon që mund ta nxisin elektoratin të bëj votën dhe ideja është që të krijohet përshtypja që ne jemi partia që garantojmë domethënë një kryeministër, garantojmë një president dhe këtu. Por është domethënë më shumë një dëshirë se sa një garant që edhe nëse fiton zgjedhjet mund ta ketë. Domethënë asnjë parti politike nuk mund shkoj me garancinë se unë do ta kem një kandidat për president dhe ky do të jetë president, sepse ne e pam në procesin elektoral të fundit që kishim, domethënë madje edhe Glauko Nuca, një njeri që nuk është polarizues sikur që është Vjosa Osmani, edhe Glauko Nuca nuk mori domethënë mbështetjen e partive të opozitës. Po, sepse vjen nga lëvizja vetëndosje. Po, sistemi jon kushtetues fjolla dhe sistemi jon politik e imponon nevojën të presidenti një lloj, jo një lloj